Në sheshin e qytetit të Baramcurit, mes aromës së ëmbëlsirave tradicionale, verës artizanale, gështenjave dhe produkteve të punuara me dorë, spikat edhe stenda e Dorela Milo. Domethënë ju keni panetone të vogla, keni kek me çokoladë, keni kek me red velvet dhe fruta të thata, kjo është me pistakjo. Këto janë kukisa me pistakjo dhe me çokoladë. Kemi bërë edhe këto format e dekorimeve të biskotave për fëmijët që i tërhoqin jashtëzakonisht shumë dje dhe që do bëhen sërish. Mësuese me profesion me origjinë nga Erseka dhe e martuar me një tropojan, ajo është një nga historitë që pasqyron ndryshimin e zgjedhjeve të jetesës në verilindje të vendit. Prej 3 vitesh, Dorela jeton në Valbon me familjen, pasi ka lënë Tiranën për një jetë më të qetë, më pranë natyrës dhe komunitetit. Ishte pak jetesë e rrëmueshme Tirana, kështu që vendosëm në comfort zonin atë qetësinë që të ofrojnë Alpet e Shqipërisë. Ju jeni edhe me shtëpi apo në Po, me shtëpi aty. Gjatë verës, ajo përgatit ëmbëlsira tradicionale për turistët që vizitojnë Valbonën, duke u kthyer në një pikë referimi për shijet vendase. Këtë fundvit, për herë të parë, produktet e saj kanë zbritur edhe në qendër të Baramcurit, duke u bërë pjesë e panajirit festiv Krishtlindjet e Bieshkëve. Ishte një pasion që më erdhi në momentin që kam shkelur në Valbon dhe thash kjo është gjëja që dua të bëj dhe zhvillova njohuritë e mia, dijet e mia në lidhje me ëmbëlsirat, me pjesën bakery dhe vendosa që ta hap atë biznes aty, ta zhvilloj aty dhe më tej këtu edhe tani të shohim se ku. Për Dorelën, ky hap është më shumë se një aktivitet tregtar, është një mënyrë për të qëndruar në zonë, për të krijuar të ardhura aty ku jeton dhe për të treguar se kthimi nga qyteti drejt zonave malore nuk është një hap pas, por një zgjedhje me kuptim, edhe për fëmijët. Absolutisht që po. Është më e shëndetshme. Për mua është më e shëndetshme, për mua vetë si Dorela, për fëmijën tim që është larg jetës toksike të qytetit që të ofron qyteti, sidomos në këtë kohë ku realisht nuk po më pëlqen fryma që ekziston, kështu që për mua është shumë jetë e bukur. Çfarë duhet bërë për Bieshkët? Investimet atje me sa shoh unë, në këto 3 vite janë personale të individëve që kanë tokat e tyre, por për mua duhet të jetë infrastruktura më e lartë edhe të jepet pak më shumë rëndësi pjesës së veriut, jo vetëm pjesës së jugut. Historia e saj është një shembull se si turizmi dhe puna artizanale mund të mbajnë gjallë komunitetet e vogla, duke i dhënë Valbonës dhe Tropojës jo vetëm vizitorë, por edhe banorë që zgjedhin të mos largohen.